Ramazani dashur mirë se erdhe ti, mirë se të soi Zoti me plot dashuri. O Ramazani dashur me mall kemi prit, e sot me lot gëzimi gjithi kemi syt. O Ramazani dashur mirë se erdhe ti, mirë se të soi Zoti me plot dashuri. O Ramazani dashur me mall kemi prit, e sot me lot gëzimi gjithi kemi syt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم كما قال تندروا dhe të respektuar pikë pari hamdi të kanë Allahut te bareke ve teala. Allahun e falenderojmë për Allahut të ndim dhe mbështetje kërkojmë ose salatat dhe selamet në këtë ditë të bekuar dhe në këtë natë të bekuar të Ramazanit, njëkohësisht edhe natë e Bedrit. Tash është momenti kur muslimanët kanë qenë në pritje në natën së Bedrit. E falenderojmë Allahun sinqerisht që Zoti na ka mundsuar që në këtë ditë duket një ditë pak më ndryshe. Salatat dhe selamet ja përcjellit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili në mënyrë të përkryer e kreu amanetin hinor dhe alhamdulillah ne sot e kësëm që t'jemi musliman. Të ndëruar dhe të respektuar, fjalimin e rastit në kumë do të ta fjalim, por unë vetëm mora fjalimit të përshëndes të shëmire të gjithë besimtarët, të gjithë muslimanët të cilët mundohen që të organizojnë kësë lloj organizimesh. Pikse pare përshëndetet e mija shkojnë deri tek parasetjen tek musafirët, deri tek pajtohem që të pajtohem dhe hoxhallarët tek profesorët tonë, të nderuar ato të cilat kanë qenë shtylla profesorët që ne nëse jemi këta që jemi, ata na kanë kalitur, ata na kanë vendur dhe na kanë ruar në këtë nivel. Të nderuar profesor Shafi, Hafez Shafi dhe profesor Shevar, por pse edhe jo Jasiri që punon edhe vepron në medrese, pranoni përshëndetjet tona. Allahu ju gëzoft me të mira që e keni gëzuar dhe zbukuruar këtë mezhlis. I nderuar dhe shumë i respektuar hoxh Beqenalimi, i cili hoxh i vendit është, sa do të ike prej këtu hojt është i vendit. Unë që ditëm në kohën e fundit njerëzit shumë janë stresuar të shafeja, kobi shumë është më kjo virale, kjo punë. A hiç nuk e kupton një element kryesor. Se je shqiptar, Allahu nuk në ka pyetur ne si do të bëhesh. Jemi shqiptarë, alhamdulillah. Se i filanit dhe i stekut, i babës tanë dhe nënës tanë dhe ai që je, nuk mund të shtimohesh ata, ato janë tutë. Se je i svillarës, shko këtu, shtu si jam unë i svillarës, apo unë si jam i rashës, si jam për e rashë. Ti je i svillarës dhe ti du të punësh dhe do të vepresh për fshatin tënë, për vendin tënë. Sa do që të thuash, të më thënë se nuk je ai, kurse se përket musliman, mos e thua edhe me shaka, unë si jam musliman, se feja me një të nxjerrë. Ajo e shto e ka, sa e nuk e dasë për shaka. I dorën hoxh, për kujdesin që bani, hoxh Beqenalimi, për këtë vend, Allah i vetëm mund t'ju gradoj me të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër. Unë kur kam marrë në fillim, më ka thënë mund, hoxh, çfarë i duhet, ka thundit, për diçka që ne kemi mundësi ta shtim, do ta shtim bashkarisht. Edhe ki e bani se ki dekorim, dikush nuk e ka këtë privilegj të ndërruar. Këtë privilegj këto hoxhallarë dhe këtë ilahista këtë bashkë në këtë ditë, në këtë moment nuk e ka privilegj, po kjo është falë angazhimit të hoxhës dhe angazhimit të këshillit të xhamisë dhe angazhimit të rinis e cila e duan ligjëratat dhe ki Ramazan ka qenë një Ramazan shumë i begat, presëm që tjetë edhe me i begat. I nderuar dhe shumë i respektuar hoxha Muharrem, i cili e kemi bërë sikur tonin, e kemi kështu e kemi bërë shumë të afër. Na vinë na viziton dhe na nderon për nderimet e to, Allah ja nderoft inshallah. Ne, kurse Allah ja nderoft inshallah. Kurse për herë të parë ose unë të ditam para në Hafiz, sa ashtu është epiteti më i madh Hafiz i Kuranit, alhamdulillah.
e pse jo që e njihet më tepër te në ilahisti i mirënjohur, i cili e kemi kudo, e kemi në dhomat tona, e kemi në rrafat tona, e kemi kudo. Para më të Zoti kisha 18.000, po isha përgatitur në ditës Baramit, ju hapsi, 80.000 ka një manesë festi, 80.000 tekste, kështu më rrë, e di shfarë më thamë, a të vine, a dhe në Ramadan, kështu që si carin në vete, të ndëruar misafir që keni ardhur prej larg, që ne keni ndëruar dhe keni zbukuruar fshatin tonë, është kënaqësi që unë jam imam i këtij fshatit që ka punë të mira. Pse jo të ndëruar këngëtar të cilët me një kënaqësi të madhe dhe të ngrohtë pritet misafirët. Me lejoni që të gjithë së bashku që përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, mirësitë Allah qofshin me ju. Nga që kisha kada rastit kënë, këta që në rëndar që presë për këtë, që të nga presë në inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها
mirë se dhe Ramazan, ti e mëson çdo musliman, që një jetë madhin kraman, në akşam me ba iftar. Mirë se dhe Ramazan, ti e mëson çdo musliman, që një jetë madhin kraman, në akşam me ba iftar. Lumaj që ta din ty vrerën, për gjennet e proqenderën, veprat mira kusat mon, shumë finë Zotin a I pagun. Veprat mira kusat mon, shumë finë Zotin a I pagun. Mirë se dhe Ramazan, ti e mëson çdo musliman, që një jetë madhin kraman, në akşam me ba iftar. Mirë se dhe Ramazan, ti e mëson çdo musliman, që një jetë madhin kraman, në akşam me ba iftar. Çdo ditë me gëzim po kalon, ti mes vete në afron, e si kur Zoti ta ban, që çdo jetë Ramazan. E si kur Zoti ta ban, që çdo jetë Ramazan. Mirë se dhe Ramazan, ti e mëson çdo musliman, që një jetë madhin kraman, në akşam me ba iftar. Mirë se dhe Ramazan, ti e mëson çdo musliman, që një jetë madhin kraman, në akşam me ba iftar. Ishte kome s'kamje, por jetë shumë e mirë, kur dilni me pisni, me zamin me thirë, krejtësit kaminaja, kur sheshe I pari, kur dezen kandila, me thanu ba iftari. Të gjithë ishin bash, babë vaj botër, e prisnin me shkanën, me lonë stofër, e dhja I momentet jam që ta shuj, me ba bismillah, me kur me benoj. Allah fane, Allah shtoje, kjo t'mati mira darin pejgoje, sa mirë kaloj kjo ditë sodin, gjithë falënderime I takoj veç Zotit. Allah fane, Allah shtoje, kjo t'mati mira darin pejgoje, sa mirë kaloj kjo ditë sodin, gjithë falënderime I takoj veç Zotit. Sa pak në që kishim, me sa nuk të rishim, e lidhjet I manimet bashku arishim, kur vim të jacia, shkonim në gjami, I madhe I
vogël me falë të rabin. Era Ramazan qytetit katronit, për namaz të natës dhe diqim në funit, e bajramin zemër në isim të pranverë, po shkon Allahu dhot, o meja qënderën. Allah falem, Allah shtojen, fjallët mati mira dalin pejgojen, sa mirë kaloj kjo ditë sotin, gjithë falënderime i takojnë veç i Zotin. Allah falem, Allah shtojen, fjallët mati mira dalin pejgojen, sa mirë kaloj kjo ditë sotin, gjithë falënderime i takojnë veç i Zotin. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allahu Azza wa Jalla falenderojmë, salavatet e selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i adhurojmë. Të nderuar pranishëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do të bëj një pyetje shumë të rëndësishme. A kemi ardhur me bo veç një tribun që ishin në xhami, u lexu Kur'an, folja e folje kemë, edhe këshilë misratin, a u bo vakti ajo, apo kina në tribuna mu knaqë me njëri tjetër. Vetë këtë tribun, sot që është kështu, është një ders që na mu që me shku në kryje ders. Ademin e kimi ku i shi kvalë to, shumë afra të një sabek, unë e halasën e këmë gjetë të lirë Ademin, edhe me thyrë një sabek, me në këndu i lajnë. Qëtë herë në për shprejka të shmëri, po nuk i vjen raste. Me afto, është manifet në vete. E dyta për hoqën. Para disa ditve isha me të pame në Saraj, po bo për Rahmetli Argjej e temi. Edhe aty në mejlis ka që jemi ishin mundë, profesor Savardini edhe profesor Zekeria Majla. Edhe më të thanë do që bëjnë më falë. Dhe valla ti ki mësu mos me folë. Tha unë të mësu mos me folë. Tha shpa kulekon profesor Medrese, ma ki dhënë një mësim që unë shtoj se folë, ti ki falë, jo më. Tha se ma ki mësu me sejnë, kur qëkoj të bunari me mu shkuj për me marë abdes, nëse një arru shkullet të bunari, ti s'ki drejt me shku me marë uj, se rizikon shëndetin tënë, dhe dush me marë të emo, se haram e ki me shku me mytë vetën për me marë abdes. Tha së në folë mu, jo një arru të bunari, ty mu ka në qka shetë. Ta i hopë që këto të ku të bajnë abdes, më shekët i këtë pak. Valla ma kini përësia jetin se tia është me ua, a me eshtash. A e disha jetin, shte kur i pashu dhe si kja jetin. Një a jetë mësule në kafe kam, një në furkan. Dush nuk ka dështash. Valla ma kini të dashta. O që të rene të këmë të me i sot ma më shërë pare. I thash hoqës, pak para sa marë këto, Kuroniski për të thash nëse nuk vi, dush me mblu, se zorë që do të vi. Edhe matematikisht, së dash me kon këto. Ama këto ima neshtë që të mina, ka dhe qka këto. Allah më rëkna. Ka dhe qka këto. Njetit pa të shimë dashuria për hajr, duat për hajr e bëjnë të vetën dhe bëjnë mrekullia. Dhe si janë, këshilla jeme për kujtimi është për një porosi të kësaj natyre që Allahu Azza wa Jalla i thotë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an,
faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ty o pejgamber, umetit tënë tregove këto tregime që ato të ndalen e të mendojnë pa, të marrin mësim i bret, shko i asaj që akon më përpara, me marrë shkollë pi hoqës tonë më të madh, pi babës tonë më të madh, pi maklakit, pi matishmit, mu respektu, mu nderu, me ba si ka qenë modelit të kalonën, si është në tashme, si tut në ta qenë në ato. Pa tjetër e kemi. Se modelet, qoftë për të mirë, qoftë për të keqe, janë të shënu me një historinë e njerëzimit dhe njerëzit që i marrin modelet e mira, hici nga për të kajmira. Vazhdo, që ato njerëz janë. Gjak, mish, shpirt. Këto e njerëzit. E Zoti i ma thot, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Te o pejgamber, umetit tënë, tregova tregimet që ato të ndalen pa marrin mësime dhe ibrat. Sot mas namaz e drekës shkum me i vizitu familjet që u lëndun dhe patën viktima nga mesi i tyre në Koçanit prej tragedia që ndodhin mbrapa. Të bashkëvetarëve tonë Maqedonisë, të komshive tonë, të shokëve tonë, të kolegëve tonë. Me qëllim po e thamë këtë, se askush pak që ka njerëzit nuk guxon më mësu nga këtë tragedi, por së duhet me marrë nga mësim. Shku me i vizitur të ndumit edhe familjarët aty. Dhe nga i gjithë kjo, një fjallë që ja thash atyve dhe gjithëve neve thash se syri loto, e zemra piklohet, a me në kush dhut me haru se kemi një Zot i cili ka me në ndihmu në gjitha gjendje tonë dhe në gjitha rrethonat tonë. Dhe se na duhet nga kjo me marrë mësim që me ngrit vetdijen e ndërgjegjës kolektive tonë. Pa tjetër i kemi na se cili me marrë përsipër përgjegjësinë e vetë nga roli dhe pozicioni i vetë. A që mirit në gjallëk, që gjallëk i të krije me sinceritet, punën e vetë të krije me emanet. Që ato me të qenë rrugët, kur ta nisi shti punë të mirë që njerëzit me afë ka se pritë. Dhe tonë se pite spitali i qytetit kemi mëri për atë shko, pa i thi regullat e komunikacionet dhe të një osë mundët. Pa i shoferi dhe me shkollë më barek se di. Ka më mretëm, por edhe të kush ka bo doa për këtë të mirë. Pa i cili është mjek me ndërgjësita krije punën e vetë. A i që meret me ndërtim, me ndërgjëshmëri dhe përgjësita krije obligimin e vetë. A i që meret dhe kujdeset për sigurinë e njerëzve me përgjësita krije punën e vetë. Se vallahi, kur na si shoqëri do të bëjmë të pa ndërgjeshëm dhe të pa kujdesshëm në misionet dhe obligimet që kemi marrë në disupet tona, secili në formën dhe në mënyrën e vetë. Ai si bab, ai si mjek, ai si hoxh, ai si profesor, ai si arsimtar, ai si tregtar, ai si inxhinier. Kur na kemi neglizhuar përgjithësitë tona, pasojat do të jetë fatale për gjithë neve, se nuk i dihet kush mundet me qëllu aty apo këtu nesër, a unë, aty, a fëmija jote. Nuk i dihet. Andaj Zoti i Madh na thot në Kur'an, faqsusil qasas, tregova umetit tënd tregimet. A keni në gjuhë dhe a keni në dëgjuhë në një herë për ashabur res. A këtë kështë që kanë dëgjuhë për ashabur res? Për një popë që ka jetu me një popë. Kush janë për? Ku kanë jetu? A e konë besimtar, a e konë jo besimtar? A e konë të pasër të vafë? A ka pas pejgamber? A nuk ka pasë? Që kanë bo këto? Edhe ku janë sot? Pyetje që janë shumë të rëndësishme. Dhe na nga kjo mësim, nga kjo ndodhi do të mundohemi të marrim një mësim. Ashabur res është një popull që dy herë përmendet në Kur'an. Dhe këthena ka arab shahat. Dy herë. E para në surën Furqan, thot Allahu azza wa jalla: "Wa 'adan wa thamud wa ashab ar-rass wa quruna bayna dhalika kathira." Ashab ar-rass, apo tamam, nuk kanë ashab ar-rass. Ashab ar-rass. Thot Allahu azza wa jalla:
edhe Thamudit dhe ashabur Rassi wa qurunën bejnë dhalike këthira dhe mes tyre, para tyre dhe pas tyre atë shumë shekuj që ka një. Qëka e të ashabur Rassi? Në surën Kaf, thëtë Allahu Azza wa Jall, كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود مدينة thëtë Allahu Azza wa Jall, e kam përgënjeshtru, fejnë Allahu Azza wa Jall dhe e kam mohu populli Nuhit a.s. dhe ashabur Rasi edhe kaumi Thamud. Këto tre popujt I përmend bashkë Allahu se këto të tret e mohun thirrjen e pejgamberit tyre dhe e përgënjeshtruan madje ishin agresiv në sjelljen ndaj pejgamberit tyre. Ashabul Ras, që thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, është një popull I cili ka jetuar në pjesën e Azerbajxhanit. Sipas rivajeteve më të sakta, dhe pse keni me gjetë kur të lexoni tefsiret e Kuranit, mbi 10 mendime janë përmendur nga ana dietare për ashabul Ras, Rusha dhe Sia. Ashabul Ras, sipas mendimeve më të saktë, nuk janë as ashabul Ejke, as ashabul Medja, e as nuk janë në kohën e Musës a.s. Dhe shumë mendime tjera. Ky popull ishte një popull që Allahu I dha shumë të mira dhe shumë begati. Ju qëj shumë lume, ju qëj shumë gjendrim. Ujë t'i thandej, bereqet t'i thandej, sa që bereqetin, si pas të tonave tona që I kemi në gjuhën tonë, edhe ka e trapa me mbjerë, ju ka dërë bereqet. Atë shumë mira Allahu I dha këti popull. Dhe këti popull, dhe të ky vendi, kishte jetu njëri nga djemët e Nuhit a.s. Andaj Allahu, ashabul Ras e përmend pas popullit të Nuhit a.s. Që ta bën me dje se pak mas popullit të Nuhit a.s. ka jetu ashabul Ras. Me kohë periudhën së drej, që ta bën me dje se shumë para shumë pejgamberë ka jetu ki popull. E njëri nga djemët e Nuhit a.s. thunë që kishte mbjellë një stërnipat naturisht e kam fjallë, nga loza e Nuhit a.s. kishte mbjellë një pish, sa nota e dhe gjuhën arabe, një pish në gjuhën tonë të sotit, e kishte mbjellë, e me kalimin e kohës njerëzit kishte fillu me respektu atë pishën, e të bisedu të tonë këtë pishë ka mbjellë filoni, prej trashëgimis, prej trashëgimtarëve të Nuhit a.s. në kështu me radhë, e ka në të erite, të e zmadhu, jo mu se prekne, jo mu se bëjnë, jo kështu, jo në një lullë, jo në e kështu, kur t'kalesh ati, mu s'kalo me shpinë, bëne kështu, bëne ashtu, jo në një peshkir, jo në një qarap, jo në një lokume, një gombon, një asin një kësi, jo vizatoje, jo në dere, jo përshëndete, fond t'i këshin posejsh dhe asaj. Kështu njës shirki, kështu njës devijimi të njerëzit. Njës me lëshimet të vogna, vazhdojnë me bidat, fundin e ka me shirk. Që në njëri ja të qësem njësa gjera, o qaj se kur gjokë, kjo pak arab, kjo pak gjuna, kjo pak me kru, pak ashtu, pak shtu në fond të shka të rëndinë të. Dhe fillur mi po, sejtë, asaj prejma të druni, e që Allahu në azë dhe gjenë, kyshit e hidhërën. Ashabul Ras kishte ndërtu edhe një bunar, një bus, të cilit Allahu I kishte qu shumë ujë, shumë bereqet. E që Allahu Azza wa Jall në rrethit të asaj pejme I sprovoi ata duke bi edhe shumë pisha tjera. Ushtu pasuria tek ata më të madhe, saqë menduan se janë hak dhe të drejtë. Dhe thanë pasi që Allahu neve po na jep kaq të mira, dhe ne jemi të mirë, jemi të drejtë. Sa Allahu Azza wa Jall të njerë njerëzit I provon me pasuri. Ju dha mirëqenie. Fillon bajramet e tyre me I bo pikërisht e kjo pish. E njëherë në vit të mblidhen aty, të therin kurbane, kalun me një fazë tjetër me therin kurbane,
me kry rite fetare, me bostejshme, me luk atë drurin atë. E në fund, pas mesit të natës, u dekshin që të gjithë, e përfundon të me zina dhe moralitet, e në mëngja shkurëzionin askush nuk ishte Terezi dhe vetije se kush shaka borë në natës. E kërë të pru, të pru e keqja, Allahu Azza e qoj në mesin e tyre një pejgamber. I cili pejgamber ju thonë të malekum min ilahin gajr. Oj njerëz, çka ju duhet juve zot tjetër posa Allahut Azza wa Jall? U'budullaha malekum min ilahin gajr. Adhuroni Zotin e Madh, çka ju vit për zotrat tjerë? Veç duaja dhe lutja ndaj Zotit të Madh është ajo që ka dobi dhe ju sjell mirëqenie juve në këtë botë dhe në ahiret. Largohuni nga besimet e kota dhe nga përshkrimi i shirkut ndaj Allahut të Madh. I këshilloj dhe nuk ndal ky pejgamber i Allahut në thirrjen e tij që emri i tij nuk përmendet se si e ka pas. Ka qenë pejgamber nga pejgambert Allahut, që shumë pejgamber Allahu ka dërguar të shumë popull që s'kan emra. Derisa ky pejgamber, një ditë prej ditëve siç përmendin dietarët Islam, i qoj dur ka qenë dhe tha, Allahumma elni fihi ma gjajna kudratik. Tha, o Allah, shfaqe para syve të mi fuqin madhështore të atë. Para syve të mi dhe para syve të me fuqin të atë madhështore, shfaqe o Zotë. Le ta kuptojmë se sa i madh që jeti o Zotë i madh. Pastaj tha, Allahumma ejbis shëgjarat e ma, o Zotë, thaje pishën e tëre. Thaje pishën e tëre. Dhe pas duasën ti pejgamberi të sinqert, Allahu Azza wa Jall për një herë than pishën, që na e dimë se tharja e pishës është proces që nuk bëhet për një. Ata kishin shumë pisha tjera dhe kishin bëma përvojë shumë vjeçare në pishat e tyre, se si thanë dhe si njomen edhe pse ishin i tokë të i masë, pjerorën dhe me shumë lumej e gjelbrim për rreth, sikur se dirë zonë në Azerbejxhanit se çfarë natyre ka. Pastaj u mlodhën ashabu rresi, u mlodhën dhe thanë, shkaku se ky njeri i ka bërë seher pishës tonë, pisha jo në shtatë. E thanë të tjerit, jo thanë, është tha pisha jo, shkaku se është hidhëru me neve që e lejen këtë njeri me folë kundra Zotit tonë. Në thanë, me të e posta du të me marë këtë pejgamber dhe me mbitë. Dhe u qumë ponë, ashabu rresin, morën pejgamberin e tyre e lidhën, dhe e futën në atë punar për së gjallë, dhe e vëndun rres i thëjnë atë kapak i punarit i thëjnë rres me punarit. Dhe e vëndun punarit kapakin, dhe e ndalun si cëllit njeri, me galu aty pari, me ndëgju dhe mi dhonë me honë ose me indihmu aty pejgamberi që e vorosën në atë posë. Derisa përmendi komentator të Koranit se me ditë të tëra ndëgjojshte zëri ati pejgamberin dhe vuajte që i deu derisa Allahu ati pejgamberin ja mori shpirtin. Në momentin që Allahu Azza wa Jall ja mori shpirtin ati pejgamberin, Allahu Azza wa Jall e urdhëroi tokën e ashabu rresit që ajo të dhezët e të bëhet zjarr. Allahu Azza wa Jall urdhëroi dhe qiellin që qiellit të çonë shi të zjarrit, të çonë shi të zjarrit me gurës të zjarrit. Dhe Zoti i Madh i dheze ata në këmbët e tyre dhe mbi kryt e tyre dhe e shkatroi të voglin e të madhin dhe gjithë ashabul rresit Allahu i Madh i zhduki për gjithmonë nga historia e njerëzimit, saqë deri në ditën e sotit, hala saksisht nuk mund të thotë se ku janë varezat e ashabul rresit. Dhe zërë të dashur, këtu i kemi disa porosi me cilat du të ta përmbyllim. E para dini Allahut nuk është sipas qefit tënd. Dini Allahut është
Kale Allah o kale Rasul. Dini Zotit është ka thonë Zotit i madh, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Burimi i dijes islame janë Kur'ani dhe Sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kuptimi i selefit, kuptimi i gjeneratës më të mirë në historinë islame, se si ata e kanë kuptuar Kur'anin dhe Sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj shumë njerëz duke zonë asgjë këtë atë, fundi ka qenë devimi tyre. Dhe dyta, këshillat e njerëzve të mirë, këshillat e ulemave, që në vendet tona janë shumë, se cili më i devotshëm dhe më i mirë se tjetri, duhet mi marrë serioze. Duhet mi marrë serioze dhe e drejta, men adhani waliyen faqad adhantu bil harb, hadithin kutsi thot Zoti i Madh, kush e prek një viktimin, ati kam shpaf luftë. Është një kampajnë botërore fatkeqësisht që mundohet minën shmu, minën përkonë. Njerëzit më të mirë pas pejgamber uleman, islam, dietar, xhallat, e thot Zoti i Madh këtë hadith kutsi, kush e prek një viktimin, ati kam shpaf luftë. Ati kam shpaf luftë. Këta e prekën mikun Allahut azza wa jalla pejgamber dhe Zoti i Madh atyri u shpalli luftë dhe i bëni helal dhe i shkatroi. Elhamdulillah, gëzojmë dhe zemrën na bëhet ma kur shohim hoxhallarët punëtorë, siç është hoxha juaj e profesor të ndershëm që promovojnë këtë ditë e xhamat që vinë brapa këtyre prizëve fetare. Është një myshë për gjithë neve se Allahu azza wa jalla ka na ndihmu dhe se pas nesh kena me një emanet të mirë të khairit për pasardhësit tonë. Zoti ju bekoftë shpëlet, alhamdulillahi rabbil alamin. Zim për mu
se vjen Ramazan, gzim për musliman. E keni ana shumë me vler, është sa jami muaj tjer, luqet pritem mu imam, e mu banek Ramazan, mirë se vjen Ramazan, gzim për musliman. Luqet pritem mu imam, e mu banek Ramazan, mirë se vjen Ramazan, gzim për musliman. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. Hoxhallarët nderuar, imami i kësaj xhamie, këshilli i respektuar, rini e këtij fshati, xhamat të dashur dhe të pranishëm në këtë aktivitet, në këtë manifestim, në këtë moment të mbushjes imanore, lusë Allahun e madhëshëm që gjithëve Allahu një nga një t'ju shpërblen me shpërbimet e tija të mëdha, me bekimet e tija të shumta. Allah i madhëshëm i pranoft adhurimet tona, lutjet tona, agjërimin ton. Allahu lëshoft rahmet mbi familjet tona, ashtu si në ka bashkuar Allahu në këtë mezhles, në këtë xhami. Allahu i madhëshëm na bashkoft në Jannatul Firdaus, në shoqërinë e njeriut më të mirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ramazani kërkon atmosferë. Klima i jep zhvillim bereqetit. E Ramazani është klima më e përshtatshme për të rritë imani besimtarit. Edhe këtë Ramazan, sikur se të gjitha Ramazanet, i kemi dy objektiva kryesorë, mes të tjera. E para, që ka të bën me raportin tonë me Allahun Dhul Xhelal, ajo është forcimi i këtij raportit dhe shtimi i devotshmërisë. La'allakum tattaqun, po është bërë obligim agjërimi që të bani të devotshëm. E raporti jonë me Allahun e Madhëshëm të jetë raport i afërcisë dhe raport special me madhin e tij, që ta kemi atë me vete kudo që jemi, ta kemi mbrojtjen e tij kurdo që kemi nevojë për mbrojtjen e tij, ta kemi mëshirën dhe bekimet e tija kurdo herë që na kemi nevojë për ta. Dhe e dyta është mundësia më e mirë me na i shkërmoq, me na i djeg, me na i bon i gjunohet tona. Ramazan, që themi në Ramazan, e ka kuptimin prej nxehtësisë, prej temperaturës të lartë. E ulemat kanë thonë, është quajtur muaji Ramazanit Ramazan, për shkak se e ndihmon besimtarin me ju djeg krejt ato gjunahe që s'ka njeri pa to, dhe çdo njeri, çdo kohë ato i bën. E tani, nëse duam të jemi më afër Zotit, ne Ramazanin duhet të përjetojmë si një moment që zemra jonë duhet të shijon momentin e dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nuk janë ditë vetëm të abstenimit nga ngrënia dhe birja, po është një moment
kur besimtari duhet me shiju se dera e gjatë e rahmetit të tij është hapur. Dhe dera e dënimit për njerëzit është mbyllur. Moment që zemra e besimtarit duhet me ndjerë mallin për krijuesin e tij, atë që të gjitha të mirat i ka prej tij, dhe se asnjëherë s'ka mundësi me shpëtu për këtë asaj që ai e ka caktuar për vetë, duke kërkuar ndihmën e tij dhe duke u strehuar tek ai. Ne duhet ta pritëm Ramazanin si një moment ku Allahu i madhëshëm na mundson neve të shtejmë dashnin tonë për te, ashtu si kurse prindi e don evladin e vetë, ashtu si kurse evladi e don prindin e vetë, ashtu si kurse buri e don gruan e vetë, dhe ashtu si kurse njerëzit duhen me zvete, ma shumë se kjo, të gjithna duhet vazhdimisht me u kujdes që zemra jonë me qenë e mushur me dashni ndaj Allahut më xhelal. Edhe kjo dashni ndaj tij me qenë shtytës i kryesor që na mos me hangër edhe mos me pi, edhe prej këtë qefeve tona u largu, që dashnin e tij mos me e prish, edhe dashnia e tij mos mu largu prej nesh. Kjo dashuri te Zoti është ajo që neve na çon edhe na shtin me i falë 20 rekate të ravi dhe me u mundu me përjetu bisedën e Allahut me ne. Zatët djetarët kanë thonë, Allahu i madhreshëm e ka caktuar të ravi që t'ja mundsoje besimtarve të thjesht sa ma shumë të ndëgjejnë fjalën e Allahut të xhelal. Qëllimi i namazit të ravis është që xhamati sa ma shumë ajetet të Kur'anit të ndëgjon dhe ta mendon se është duke i fol atij mallnia e tij Allahu të xhelal. Dashuria ndaj Zotit të xhelal duhet manifestohet edhe gjatë leximit të Kur'anit, që është për aktiviteteve që dallohet, qoftë nëpërmes mukabeleve të hoxhallarëve dhe hafizlarëve, qoftë nëpërmes leximit të Kur'anit tonë personal. Andaj, në Ramazan, njeriu duhet me ndihmu shpirtin e vetë, t'i hapë dyert ky shpirt drejt nurit të Kur'anit, dritës që e sjell Kur'ani. Zotët Allahu i madhreshëm Kur'anin e ka quajtur nur, edhe ka quajtur ruh. Ja ka dhënë dy emra Kur'anit. Njëri emër është shpirt, e emri i dytë është nur. Çfarë do të thonë kjo? Se jeta e imanit të besimtarit nuk ka mundësi me pas gjallëri pa Kur'an, pa shpirt. E dyta, se besimtari në jetën e tij imanore nuk ka mundësi me ecë, me mohapa pa dritë në errësirë. E pa Kur'an as nuk ka jetë, shpirti dhe imani jonë, e as nuk ka mundësi me mohapa drejt Zotit në errësirë, pa shpirt dhe pa dritë. Andaj Ramazani është mundësia më e mirë që besimtari u shoqëron me Kur'anin, edhe me e rrit gjallërinë e imanit të tij dhe me ndriçu rrugat shpirtërore e udhëtimit të tij drejt Allahut të xhelal. Ramazani është mundësi e cila ja mundson besimtarit me ndjerë veten musafir i më të madhit i Allahut të xhelal. Secili prej nesh e ndjerë veten të nderuar kur ftohet në iftar apo në një manifestim ndodhi prej vipave të shtetit ku jeton. Edhe kjo është normal për shkak të pozitës të ftuesit. E në Ramazan të gjithë ne besimtarët jemi të ftuar në sofrën e Allahut të xhelal. Jemi të ftuar e tij. Allahu gjithëve neve na fton me fitu nga mëshira e tij, nga bekimet e tija, nga falja e tij, nga amnestia e tij, nga shpërblimi i jashtëzakonshëm që Allahu na jep neve këtë muaj edhe pas këtij muaji të çelës ai të mundësi. Andaj
shih veten o besimtar, shumë i veçantë, shumë i nderuar, shumë i privilegjuar që Allahu ka dhënë himën dhe kemria dhe këtë Ramazan me qenë mysafir i Allahut Dhul Xhelal. Andaj, ajo që përmeni edhe imami, se gjendemi në prag të një dite madhështore që ka ndodhur në historinë e Islamit, betejë e Bedrit, e cila ka ndodhur në vitin e 2 të Hijrëtit. Ballafaqim i jashtëzakonshëm mes një grupe pakicë besimtarësh dhe një numri trefish më të madh i dhujtarësh, mushrikësh. Në një vend të nxehtë, Ramazan, nxehtë shkreti, muslimanët e morën vendimin dhe e morën hapin që të ballafaqohen me këtë ushtri trefish më të madh. Andaj betejë e Bedrit quhet betejë e madhe. Mirë po vllazër, betejë e Bedrit nuk është vetëm moment historik që na duhet ta kuptojmë me detajet historike të vetëm. Po ashtu sikur se ka qenë Bedri për sahabët moment triumfi dhe fitore, edhe secili prej nesh në këtë Ramazan, edhe në gjitha Ramazanet që na mundsohet duhet ta shohim Bedrin tonë. Edhe andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam treguan se pse është nxehtë, pse është agjërimi, besimtari nuk duhet me konë tembel e përdac, po duhet me marrë fuqi nga besimi i tij dhe me qenë aktiv, edhe me dhënë maksimumin për të arritur qëllimin e punëve të veta që i ka dhe triumfeve të veta. Andaj, prej mësimeve që i marrim nga ky ballafaqim i kësaj pakice të muslimanëve me atë numër të madh të jo besimtarëve janë këto. E para, duhet kemi bindje të padiskutueshme, të paluhatshme në Allahu subhanahu wa taala, se ai e ndihmon besimtarin dhe përkra atë kur është e vërteta me të. Edhe kur ka qëllim dhe objektiv me ndihmu fen Allahu xhelal, s'është me rëndësi a janë pak a janë shumë, sepse Allahu Dhul Xhelal në Kur'an tha: "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah." Sa grupet të vogla prej besimtarëve i kanë fituar grupet e mëdha me lejen e Allahut Xhelal. Andaj numri është me rëndësi, ama më me rëndësi se numri është parimi për të cilën përpiqesh, punon dhe sakrifikon. E dyta, përgatitja dhe kontributi që duhet të jep besimtari vazhdimisht në zhvillimin e vetvetes, e dijeve të tija fetare, e dijeve të tija profesionale, më u marë vazhdimisht me punë e tuja dhe me zhvillu vetën. Sektorin tanë, drejtimin tanë, profesionin tanë, ose mjafton me atë që ka mri baba jotë, me atë që ke mriti në fakultet apo shkollë mesme, po vazhdo zhvilloj e vetën tonë vazhdimisht, nëse tonë me qenë fitoria vazhdimisht e jotja. Nuk ka me në ndihmu Allahu Dhul Xhelal neve, nëse na pa i realizu shkaqet, i futemi ballafaqimit e pastaj bëjmë dua vetëm se duaja pa i zbatu shkaqet nuk të ndihmon asnjëherë në jetën tonë. Gjithashtu, insistimi i jonë në punët e mbara, mos u lodh, mos u përzit, mos u dorëzon. Ramazani jo rrezet është 30 ditë, çdo ditë ki sakrificën e ditës. Edhe dash që ka kalu gjysmë me Ramazanit, kur dikush për neve fillon më u lodh psikikisht, u lodh fizikisht, u lodh ekonomikisht, vjen Ramazan me thonë ka dalë burë, se edhe qatë sa ki kalut ka zmet me i kalu, e duesh me po sabër deri në fund, bile, vjen dheqi i fundit, edhe kërkon për neve angazhim shtesë për me të regu se na nuk duhet mu lodh, na nuk duhet mu mërzit, na nuk duhet mu bezdis, na nuk duhet mu dërzu, po deri në ditën e fundit besnik Allah duhet me i qëndru. Andaj, ulemat kanë thonë, nëse duhet të fitojnë Ramazan, ashtu si fituan musliman në Bedër, duhet se cili pënesh t'i bon projekt personal vetvetes, ku dhe planifikon fitoren e ti, duke fitur një vlerë pozitive, apo duke largu një mes
apo të dobësi në adhurime që të ka ardhur. Tash në Ramazan e ke mundësinë mi fitu vlerat e mira, mi largu veset e këqija, edhe me dalë për këti Ramazanit fitimtar. E dyta, bonu si sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i fuqishëm në imanin tanë, i qëndrueshëm në adhurimet tuja, i sinqert me Zotin tanë. Meri këto komponente dhe shqipe vetën tome, a i ki dhe sa i ki, pastaj shefe a mund është i mund gjatë atyre kurave të veçantë që ka pas historie islame. Tëra, kujtoje se çdo mund, çdo angazhim, ja, i kelon punë, e kelon familje, ke ardhur xhami me qëndru, gjysmë ore, një orë gjysmë, çdo sejdë që e bën, çdo ajet që e lexon, çdo dinar sadaka që e jep, çdo dua që e bën për dikan, këtë punë të mira që ti bën. Ndoshta dikush nuk i shef, ndoshta shumë kushti prej teje nuk i din, mjafton që ato me ditë Allahu xhelal, edhe ato kanë të ta sjellë ty, edhe shpërblimin, edhe bekimin, edhe knacin, edhe lumturinë këtë botë, pastaj kanë me ta dhënë edhe shpërblimin ditën kur dalim për Allahu xhelal. Të dashur vëllezër, secili prej nesh ka nevojë me mendu dhe të gjërave të cilat janë shumë të rëndësishme në jetën e tij. Kemi na shumë besimtarë të cilët bëjnë punë të mëdha, mirë po askush nuk i din ato. Edhe vjen shejtani dhe mundohet me e largu prej këtyre punëve të mira të i thonë, ti e bën këtë punë kur kush të drejt. Ti e bën këtë punë askush ta përmend. Mos me paskon puna jote si shko kjo punë, ama së përmendin ty. Shejtani punon me njeriu, a agjërimi neve na mëson që t'jemi sinqert me Allahun. Edhe punë t'i bëj për Allahun, nëse ai i din, mjafton. Shifne, nëse ai i din, mjafton, kur kush mos me i din. Bile, sa ma shumë që njerëzit nuk i din punë tona, të mira që i bëjnë, e ngelin veç Allahu me i din, atë punë Allahu edhe ma shumë i shpërblen. Andaj, në çdo betejë, ka ushtar të njohur dhe komandanta me emën, edhe ka shumë ushtar të panjohur. A realisht në shumicën e rasteve, shkak përfitore në atë betejë janë po ata ushtar të panjohur. Edhe ne si besimtar, mjafton kemi se ata ushtar të panjohur, të cilët përpiqen, mundohen, angazhohen, që ai vetë edhe komuniteti po jeton të ngritën. Andaj ky besimtar e bën xhihadin me nefsin e tij të e falë namazin, që ky namaz tjetë me kualitet më të lartë edhe me çmim më të shtrenjtë të Allahu xhelal. E bën xhihadin me gjuhën e tij dhe e ndan nga përgojimi, edhe zemrën e tij nga zilia dhe syrin e tij nga harami. Kjo është xhihadi i tij me veten e tij. Është besimtari i cili bën xhihad me pasurinë e tij dhe mundohet me dhënë atij që ka nevojë me ndihmë, atij studentit me shkollu, atij mjekut me përkrah, atij inxhinierit me stimulu, atë hoxhën me ja letu vështirësitë e jetës së tij, edhe kështu atë pasuri që ka dhënë Allahu me shpizu, që me shumë fishu me sevape kur del për Allahu subhanahu wa taala. Të dashur vëllezër, gjithna do të vazhdojmë me situata